Përpjekje e re e partive më të vogla politike për ndryshimin e kodit zgjedhor sipas modelit me një njësi zgjedhore me lista të hapura. Kryetarja e PLD-s Monika Zajkova për televizionin 21 tha se sot e ka ndërzuar propozimin për ndryshim të kodit zgjedhor në kuvend. Megjithatë, se si do të arrihet konsensusi për këto ndryshime, Zajkova thotë se nëse hapet debati, janë të gatshëm të pranojnë dhe sugjerimet të caktuara që do të ishin në suaza të konceptit për një njësi zgjedhore. Законското решение предлагаме на изборна единица. Законското решение е пуштено без изборен праг, меѓутоа отворени сме да разговараме и подносно тој дел кој ќе се отвори дебатата. Предвидува отворени листи за локалните избори, затоа што навистина сметаме и покажа сите овие работи кои што ни се случува во општеството, дека не треба директен избор од граѓаните. Kryeministri Mickovski që të ejtë në seancë për pyetje të deputetëve thiri për ndryshim të kodit zgjedhor me një njësi zgjedhore me çka do të mundsohet votim nga диаспора. Не сме седнале до сега да разговараме со никога на оваа тема, но принципиално како ВМРО ДПМН реков, еве ги ќе повторам пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН, ние ќе поддржиме една изборна единица во која што право ќе има да гласа и диаспората. Nga BDI pajtohen për një njësi zgjedhore, por me prag prej 5%. Nga kjo parti pyesin se pse ende nuk është formuar grupi punues ku do të debatohet mbi ndryshimet e ligjit të cilat duhet të sillen 6 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Ние сме за една изборна единица, но со праг, минимален праг, а тоа значи 5% од излезноста и односно 3% од вкупниот број на избирачи на листата на избирачи и со отворени листи. Nga LSDM thonë se janë për lista të hapura. Kryetari i partisë Venko Filip që këto ditë tha se partia e tij është e gatshme për të biseduar për këtë iniciativë, por shtoi se ndryshimet e këtilla duhet të jenë pjesë e një debati të gjerë, ku do të marrin pjesë të gjitha partitë politike. Përveç çështjes për një njësi zgjedhore, këtu janë edhe çështjet për census dhe listat e hapura, tha Filipçe.